Mandatin e parë në krye të shtetit e ka gati ta qes në krye, e të dytin që vetë e synon nuk po ja ofrojnë. Ndryshe nga 5 vjet më parë, lëvizja vetëvendosje tani nuk e ripropozoi për postin e presidentës Vjosa Osmanin. Në vend të saj e kandidoi Glauk Konjufcën. Ky lajm që u kumtua të mërkurën në mbrëmje në Prishtinë, nuk u pret hiç mirë në Mitrovic. Bashkëvendasit e Osmanit thënë se u mërzitën. Ata fort besojnë se Vjosa Osmani nuk ka shoqe të dytë. Bile janë të bindur se ju bë e pa drejt. Sot kur dol që e majtë e APP-n atë balli mërzit. O konë e zgjuat, o konë pëntore, na ka vyje, këta shkun e qëtën se kur pejluje hajtë. Po vëllohi bëllë, që unë ma shumë të për thonë e këm përcil lojmet, krejt lojmet i përcil. Veç ku pëthun që pa asi Vjosa Osmani. Mitrovicasja nga Tavniku, sipas tyre meriton edhe një mandat në krye të Republikës. Vjosa e meriton me qenë kryetare e Kosovës përsëri, sepse në politikën e jashtme është shumë e suksesshme, edhe është shumë e afërt me Amerikën. E kjo është fati jonë. Në politikën e mbrëmshme kalu pak atë referenten e Albin Kurtit. Por për ta shpresa vdes e fundit. Aniset të nervozuar me veprimet e Albin Kurtit, ata ende besojnë. Jo, shumë e dishme edhe respektuar. Unë për veti e respektoj diçka jashtëzakonisht. Edhe këta që po bojnë dëllëvere nuk di veç, inshallah se ndrojnë ato. Qaq. Për Kosovë është një sukses shumë i ulët në qoftë se hi këta. Ai që u qit për të ulur në karrigën e Osmanit, sipas këtyre nuk i afrohet bashkëvendases së tyre. Edhe Lauko ka merita të veta të jashtëzakonshme, por Vjosa është Vjosë, për atë besoj për çat profil është ma në nivel. Të enjtën në mbrëmjes ka donafati për zgjedhjen e një presidenti të ri të vendit. E Mitrovicasit thonë se do të presin deri në minutat e fundit për të marrë vesh haberin e mirë për të.